Qesja e rërës dhe sharjet e kolegut. Kur bëhesha gati për të filluar shkollën për herë të parë, e kisha me shumë gëzim. Kisha bërë gati çantën, veshjen e shkollës, mjetet, librat dhe fletoret. Po për fatin tim të keq, që ditën e parë të shkollës, ndodhi një zënk me një nga nxënësit e klasës. Ai u ngritë dhe më bombardoi me një lumë sharjesh e ofendimesh. Unë që nuk isha mësuar me kësi fjalori, mbeta pa fjalë dhe nuk dija ç'të bëj. Ndjeva se më ishte bërë padrejtësi, prandaj dhe shpërtheva në të qara. U ktheva në shtëpi edhe i thash Timeti, baba, më shau, edhe nuk i ktheva përgjigje. Duhet ja kisha kthyer me të njëjtën monedhë. Ta kisha sharë edhe unë. I madh më mori dhe të dy vajtëm te klubi sportiv, i cili gjendet përbrisht shtëpisë tonë. Muri rrethues i klubit ishte i lartë. Atje, babai më dha një qese me rër, edhe më tha, unë do të dal në anën tjetër të murit. Kur të mbërri atje, do të thërras edhe ti do e hedhësh këtë qesen me rër në drejtimin tim. Ai u largua dhe kur doli në anën tjetër të murit, më thirri që t'i hedh qesen. Unë mundova me sa fuqi kisha që ta ngres sa më lart qesen, që ta kapërcej murin e lartë. Por, qesja, sa nga pesha e rërës dhe sa nga forca ime, u grise dhe gjithë rëra mu derdh mua sipër. Babai e dëgjoi çfarë ndodhi dhe ja beu aty me një herë. Ai më buzëqeshi edhe më tha, o birë, qesja e rërës është si të sharat edhe ofendimet e shokut tënd. Ti ke të drejtë t'ja kthesh me të njëjtat sharje, por dije se ai që shani bën keq vetes së tij në radhë të parë. Ai ndot veten dhe jo tjetrin. Sa kaq, ai që shahet mbetet i pastër, përderisa nuk ja ka kthyer me të njëjtat sharje. Ishe ti që u bëre pis me rër, edhe jo unë. Që atë ditë, sa herë që më shante dikush, i buzëqeshja dhe e shija teksa ndoste veten e vet me qesen e rërës. Sa kaq unë qëndroja i pastër. Kështu arrita të shmang shumë ngjarje të sikletshme edhe të vështira. Që atëherë, sa herë që arrija ta mposhtë veten, lutesha për baban tim, i cili e ruajti gjuhën edhe zemrën time nga ndotja, fal këtij ushtrimi domethënës.